Trump ka mohuar raportimet për shkarkimin e Richard Grenell duke vlerësuar publikisht për punën e tij dhe duke theksuar se ai mund të ketë angazhime të tjera të rëndësishme në të ardhmen e tij. Pse u përhapën raportimet për largimin e Grenell, apo ndryshon roli i tij brenda administratës amerikane dhe çfarë ndikimi mund të ketë ai në çështjet që lidhen me Kosovën dhe rajonin? Këtë çështje diskutojmë me dy super mysafir, ku të ftuar në studio kam Albert Hetën, kënaqësi të jesh me ne zotëri Heta. Faleminderit shumë. Si rrallë herë në studio. Rrallë për mall. Rrallë për mall. Dhe në anën tjetër e kemi një mik tjetër të emisionit ton, zotri mentor Nazarko na paraqitet në lidhje direkte nga Tirana. Zotri Nazarko, gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedojmë me ju, sidomos në këto çështje që kanë të bëjnë me Kosovën dhe normalisht qasjen që e kemi ndaj alatëve të jashtëm. Përshëndetje me dhimbjen që s'jam aty. Mirë, por aktualitetet i ndjek në baza ditore, prandaj. Kishte një takim interesant të zotrit Donald Trump, në fakt president të shërbas me alatët politik dhe donator, dhe bordin e JFK Center for the Performing Arts në shtëpinë e bardh, ku lavdrua Grenelli, madje ai tregoi se ishte Angela Merkel jashtëzakonisht e lumtur, gruaja më e lumtur në botë me shërbimin e tij. Në njëjtin vend tha se Grenell ka bërë çështje të punë jashtëzakonisht të madhe edhe për rajonin tonë. Si të qasim e këtij lajmi, duke marrë parasysh formën se si ju kemi qasur këtij personazhi, zotri Heta? Po t'je thash shumë mirë që Grenell ka pas një peshë të jashtëzakonshme në zhvillimet në skenën kosovare, skenën politike, apo na kujtohet edhe më kujtohet fillimisht edhe mbështetja që i ka dhënë vetëvendosjes edhe Kurtit para themelimit të qeverisë së parë, mandej përmendja e emrit të tij për rastin e zhbërjes së qeverisë Kurtini, apo edhe ton kohën, dhe thot ajo përballja e aktivistëve të vendosjes me Richard Grenell në media sociale, ai ka met një karakter i rëndësishëm për skenën tonë, pa më parasysh që ky shkarkim tash nuk ka ndonjë peshë domosdo për Kosovën. Por Donald Trump ka mohuar se është shkarkuar Grenell. Po tash pa dashur me theksu, na jemi të jetu në kohën e gënjeshtrave. Kupton, domethënë është gënjeshtër. Gënjen Donald Trump? Është gënjeshtër që ka qenë dikush i lumtur brenda administratës gjermane për punën e Grenell në Gjermani. Kanë pas probleme të jashtëzakonshme gjatë funksionit të tij si ambasador në Gjermani. Mirë, me qenë duke thënë këtë, po e lexoj se çfarë ka thënë presidenti amerikan. Po ta tregoj edhe një çështje të përmende, që është mbledh këshilli apo bordi i Kennedy Center for Performing Arts. Në fakt, aktualisht kjo qendër ka emrin The Trump Kennedy Center for Performing Arts. Edhe Grenell një prej punëve që e ka bë kur ka hyrë me çekan në atë institucion, është me riemëru qendrën. Okej. Do thotë qendra zyrtarisht sot, edhe pse qitet në pyetje është kjo e lidhshme, sepse Kongresi fillimisht e ka bërë riemërimin e një qendre kombëtare për arte performative, që është themeluar diku në vitet e 50-ta, pas vdekjes vrasjes së JFK, domethënë Kennedy-t, me vendim të Kongresit është riemëruar qendra në Kennedy Center for the Arts, po vendimi i Kongresit është kthyer në ligj me vendim të kryetarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në këtë rast ka pas kritik, a mundet kryetari me riemëru një qendër, edhe tash në fasadën e qendrës, domethënë nalt nëse shkoni, qendra e ka emrin Kennedy Center, Trump Kennedy Center for the Arts, sepse edhe Trump Kennedy Center for the Arts, po nëse shkon poshtë në historik të e vreni këtu, shau këtu është The Kennedy Center for the Arts. Na tregon neve qysh jemi në një situatë ndërmjetme. Edhe Grenelli ka qenë intervenim në punën e qendrës. Edhe e ka pas rolin interim director, edhe përshkrimi interim është i përkohshëm. Ka qenë i përkohshëm, e ka kry punën, cila është puna që e ka kry. Efektivisht e ka bërë të parëndësishëm qendrën, një qendrë kombëtare shumë e rëndësishme në kohët e kryetarëve të tjerë, e cila mas punës që e ka bërë Grenell aty, ka më mbyll për 2 vjet, nuk funksionon fare ma, edhe me gjashtë kjo dhe ka qenë roli, me bërë të padukshme funksione e një institucioni. Pra, me gjithatë, Grenell pas ka impakt edhe në Amerikë dhe duke marrë parasysh qasjen se si qasët presidenti Amerikës Donald Trump, do doja të ngrejmë një paralele me qasjen që kemi këtu dhe normalisht nga eksperienca juaj në politikë dhe diplomaci
Zotri Nazarko, do doja të di se si ti qasim i këtij personi duke marrë parasysh influencën që e ka brenda administratës Trump. Për ta saktësuar, Trumpi tha se kur unë e emërova, për shkak të profilit, Merkel ishte më e lumtur. Por ama në fund mandatit ti ishte shumë i dëruar, pa ky ishte saktësimi. Në ndërkohë, bëre shumë mirë dhe e prita me kënaqësi, po mjahon zëri, nuk e di. Jo, mirë po ju ndëgjoj. Po, ne po ju dëgjojmë perfekt, zotri Nazarko. Po më krijon një lloj problemi, nëse kur flas. Kështu që është një problem teknik. Po mbase do rregullohet në kohën që flisni, vetëm vazhdoni. Më duhet të them që në shikimin e Grenelit, nga ana e opinionit publik shqiptar, vjet re një qasje foshnjore. Një qasje që do të them është sektare, është tipike e opinionit publikat publike të papjekura apo që vuajnë nga tradicionalizmi. Për shembull, e njëjta qasje vjet re ta zëm ndaj politikës franceze. Ka pas qenë një bindje mbizotruese në odat tona të dikurshme fizike, po dhe në odat tona mediatike që Franca është një shtet pro-serb. Kur në ndërkohë, presidenti Chirac ka qenë një nga presidentët më ndërhyrës pro përdorimit forcave të toksore për shlirimin e Kosovës në vitin 1999. Presidenti Sarkozy ishte në krye të Francës shteti i dytë që e njohu Kosovën e pavarur menjëherë mbas Shtetet Bashkuara të Amerikës, etj. Pra, kjo është një qasje, po themi tradicionale, e cila vazhdon të mbizotrojë në opinionin ton publik, megjithëse ka ndryshuar shumë gjëra. Po ashtu është vënë re e njëjta qasje ta zëm ndaj Por zotri Nazarko, këtë qasje mbase pedim, sepse është një qasje e cila po vazhdon për tash e sa kohë, por e kemi ne komoditetin të presim, të ndrojmë Grenellin, pra, apo si duhet të qasim një personit të zgjedhur nga dikush tjetër, i cili nuk ka të bëjë me qasjen tonë pastaj. Është sakt. Shikoni, ne nuk mund ndrojmë, si shtat dhe ju, ne nuk mund ndrojmë politikanët amerikanë. Është fakt që në pikpamje individuale, politikanë të caktuar, apo figura publike të caktuar amerikanë, ta zëm djali i presidentit Trump, ka shprehur qëndrime të cilat ngjan revizioniste në lidhje me konfliktin e Kosovës në 1999, por ama në pikpamje të politikës zyrtare, çka është më e rëndësishme, republikanët e Trumpit ose administrata Trump 2 ka miratuar një kuadër ligjor i cili është ku e ku më i avancuar, më pro-kosovar, më pro-shqiptar, se sa i administratës demokrate, cila udhëhiqej nga një aktivist i njohur i çështjes shqiptare si presidenti Biden. Mjafton këtu të përmend ligjin për prosperitetin në Ballkan, në cilin parashikohet apo imponohet njohja reciproke, apo strategjinë e sigurisë kombëtare, apo 2 takimet e presidentit Trump me zonjën Osmani, apo takimin e saj me sekretarin Rubio, për të kuptuar që politika zyrtare është një gjë dhe qëndrimet që mbajnë politikanë të caktuar në midis apo gjatë roleve tyre private është një gjë tjetër. Ky është keq kuptimi i madh që ka shoqëruar figurën e Grenellit, po është e vërtetë që Grenelli është një figurë e cila në rolin e tij privat ka demonstruar afërsi edhe me Serbinë, edhe me Shqipërinë apo edhe me shqiptarët. Sepse ata janë aktorët e një tavoline, zotri Nazarko. Po mos kishte, sepse çështja është, këtu në Kosovë merret si për një lloj pabesie afrimiteti i tij me Serbinë. Tash, si duhet ta kuptojmë ne afrimitetin e tij? Do ta kuptojmë një gjallë më shumë për të arritur një marrëveshje, apo një gjallë më shumë për të na dëmtuar ne në këtë rast? Po shikoni, kjo është një qasje të cilën unë do ta kuptoja tek qytetarët, pra tek individët cilët nuk janë të informuar për çështjet e diplomacisë. Ajo që është shqetësuese është që ka guzhinier, Goebbelsian të propagandës, të cilët ja ofrojnë të gatshme këto lloj konstrukte, opinionit të gjerë që ta kriminalizojë Grenellin në funksion të një fushate ta zëm që është për të kritikuar Vjosa Osmanin. Ju e përmendët me drejtë që ai që është ndërmjetës midis 2 palëve, do duhet të tregojë afërsi me 2 palës, por ndryshe nuk ka sukses diplomatik. Grenelli ka qenë ndërmjetës në marrëveshjen e Washingtonit
dhe ka marrë dekorata nga 2 shtetet, edhe nga Kosova dhe nga Serbia, dhe është dikush i cili në veshje private, në midis të 2 mandateve të presidentit Trump pra në periudhën 20-24-25, ka qenë ndërmjetës apo ka nxitur investimet amerikane qoftë në Serbi, qoftë Shqipëri apo qoftë edhe në vende tjera. Po kjo është tipike e politikanëve amerikanë. E njëjta gjë mund thuhet edhe për Chris Hillin. E njëjta gjë mund thuhet për Wesley Clarkun. E njëjta gjë mund thuhet për Tony Blairin. Pra, se çfarë opinioni publik, individët mund të paragjykojnë në lirinë e tyre të gjykimit është e qartë, por zotëri Heta thot këtu në studio se nuk ka barazim. Nuk ka barazim, jo, nuk ka barazim tillë, për shembull të punës që kanë bë edhe Tony Blair edhe Chris Hill edhe të tjerë jo vetëm mënyrën e veprimit, po rolin që e ka Grenell. Se Grenell, bindja e më është i brenga jonë për Grenell, është qysh ka vepru si që kanë në Gjermani, apo në këtë rast në Qendrën Kennedy për artet performative, a i njëjtë mundet me uvu në loj prap, prej administratës Trump, prej Donald Trump, pikrisht në Kosovë. Po, për keshëm nga një intervistë, dhe dua ta bëj një pyetje se... Veç me përmend, tash, roli i ti, edhe veç me folë për idenë që na nuk kemi kur fa ndikimin në zgjedhjen e ti, po du me përmend një informat që ka qenë e qasshme në X, në Twitter, një prej aktivisteve të lobit shqiptaro-amerikan në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk po ja përmendi emrin, ka qenë ashpër e angazhume, mos me leju, ajo është e rangu 2/3 në shta rreth Trumpit, mos me leju Grenell me u zgjedh në krye të shërbimit jashtëm amerikan, Department of State, Departamentit Shtetit, sepse, sipas saj dhe atij grupi, Grenell ka armiqësi të përhershme me Albin Kurtin. E këta janë përkras të Kurtit, se është shumë interesant. Shumë njerëz që janë brenda rrethit MAGA, dhe më thonë, janë edhe përkras të Kurtit, se këto 2 grupime politike përdorin strategji të ngjajshme, ideologji të ngjajshme. Po mandej, vetë Grenell është armiqësisht i pozicionum karshi Kurtit. Po, dhe ju thoni se ai do dalë prej politikave amerikane sepse urren Kurtin? Jo e urren, pa ai nuk e harron trajtimin që ju është bë. Trajtimi që është bë Grenell ka qenë i jashtëzakonshëm, mirë po, pse nuk është si Clark edhe si të tjerë. Po, Wesley Clark ka qenë i përfshim në mundësi investimesh edhe në Kosovë, është përmend gjatë fushatave, edhe pri kryetarit Haradinajt të AK-s edhe ngjajshëm. Mirë po, Grenell ka pas interesa afatgjatë, për shembull në investimet në Serbi. Bashkë me Jared Kushner ka qenë një prej investitorëve në kthimin e ndërtesës së bombardume të Ministrisë së Mbrojtjes në Serbi në hotel. Po. Edhe nuk është interes i vogël. Vetëm kam një informacion, e kishim këtu një intervistë me zotëri Dušan Janjić, i cili tha se non-paper flitet se Serbia mund ta njeh Kosovën brenda këtij viti. Dhe tash, a ka mundësi që ky çekani Grenellit të jetë ai çekani i cili detyron Serbinë ta njeh Kosovën dhe këtë çështje e dim në Serbi ndërsa nuk e dim në Kosovë? Po, natyrisht që ka mundësi, mirë po ka akter politik që dhe i friksohen, sepse Grenell është i paparashikueshëm. Mirë po, prap është armë e Donald Trump, nuk është që është që me thonë, interesat e ti... Dhe jam shumë i lumtur që e kam këtu në këtë moment, sepse bëni një punë me institucionet të huaja. Dhe tash, ne do të organizohemi që ta luftojmë Grenellin, apo do të lobojmë në afrimitetin me te, sepse në fund të ditës ne nuk vendosim për te. Kjo është shumë e rëndësi që është pozicionohen institucionet, apo se kritika në nivel të njerëzve që kanë mendim është krejt në rregull, po duhet me qenë e qartë edhe jo që me thonë, jo partjake për me mujtë me ndiku në një nivel që rezikon, që me thonë, interesin e vendit. Rasti Grenell është specifik për shumë shkaqe. Mirë po, në këto rrethana kur edhe qeveria që është ende në detyre Kurtit, është të bo lëvizje që në të ndryshme prej se si është sill në konkur Grenell ka qenë në fuqi, gjithë shka mund të parashijet. Ose të pritet ma mirë me thonë. Tash, roli ti i ri, ende nuk dihet çfarë do t'jetë. Jo, si pas adresimit të fundit të Trump, a i thot kështu, flet për punë në Gjermani, thot, dhe dua t'ju them se a i bëri punë të shkëlqyeshme, aq mirë sa unë e vura në krye të një gjë që quhet inteligjencë.
Po e qartë për një kohë të caktuar. Po ati ju ka ofru kjo pozitë prapë, po synimet kanë qenë, domethënë, më të mëdha të Grenell, si duket. Jo me i shërby një pjesë të administratës, po me udhëheq me punë të jashtme, sepse kjo është edhe ekspertiza e tij. Po një sen që duhet me theksu, a ka qenë dështim puna e tij në Kennedy Center for the Arts apo jo? Se kjo është niveli kritikës, edhe mandej një person që nuk... Sa lidhet aja me çështjet e Kosovës, dhe të Ballkanit, të rajonit? Me besimin që një person i tillë të udhëheq një proces edhe më të madh. Se përmendet ndikimi i tij eventual edhe në tentimin me përfundu luftën në Iran. Po. Domethënë që i ka afërsitë përfshirja e tij në Venezuelë, domethënë, sepse na sot e shohim që jo gjithçka po shkon si duhet me luftën në Iran. Po. Edhe kapacitetet e mundshme për me mujt me prunë një rezultat të tillë, domethënë kur përfundohet disi edhe del Amerika me ftyrë prej kësaj betejë, me gjas munden me u mobilizu. Sa na prek ne, unë ende mendoj që është larg, ende nuk kemi qeveri, gjykata kushtetuese ende nuk ka vendos, çështje muajsh, ndoshta, po para se të përfundohet kjo po du me qujt me nënvlerësu kjo avantur në Iran, për që shumica e qytetarëve amerikanë nuk e din pse është të ndodhë, na relativisht ishtë dasht me i drejtu investimet me këshur qysh me riparu edhe këtë raport. Se Grenell nuk ka me shku prej pasqyrës të kësaj administratit deri sa ajo është aty. Fiks. Zotri Nazarko, Grenell nuk do të shkoj nga pasqyrë të kësaj organizate deri sa ajo do tjetë aty. Si ti qasimi? Ta luftojmë apo të lëbojmë na aprimin me te, sepse gjithmonë këtë pyetje bëj duke marrë parasysh se sa të mëdhaj apo sa të vegjël jemi ne në krahasim me Amerikën. Unë nuk do kuturisht që të analizoj rolin e tij në Iran apo në Venezuelë, ku natyrisht pati me gjas pati rivalitet edhe me sekretarin Rubio, për të evidentuar në lidhje me atë kërcësimin eventual të tij në karrierë sot, është fakti që Trumpi i bëri këto nënvizime për Grenellin duke patur afër shefen e kabinetit Suzy Wiles, e cila ka qenë një nga kundërshtarët apo pengueset e karrierës së Grenell. Pra duket qartë që Trumpi dëshiron që të pajtojë ato grupet rivale në administratën e tij. Suzy ka qenë afërt me sekretarin Rubio, dhe pikërisht këto elozhe që ai ja destinoi Grenellit i bëjnë më të rëndësishme ato. Pra, ja bëri këto elozhe në prani të Suzyt, e cila ka qenë penguesja kryesore e marrjes nga ana e Grenell të disa prej detyrave kryesore në administratën amerikane, siç mund të ishte sekretari i shtetit, siç mund të ishte sekretari i mbrojtjes, siç mund të ishte shefi i sigurisë kombëtare, disa role për të cilat diskutohej se Grenell do t'i merrte. Po le të themi tek raporti Grenell me shqiptarët apo me Ballkanin. Ndërkohë kur Grenell ka qenë edhe kohët e fundit kritik me Kurtin apo dhe me Osmanin, Grenelli ka raporte të afërta me Thatchin, me Ramën, por edhe të afërta me Berishën apo me njerëzit e Berishës. Pra, kjo është, si thush, eklektika, sjellja eklektike apo po themi raporti eklektik që ka me figurat kryesore të politikës shqiptare. Që do thotë, ne nuk mund ta paragjykojmë me optikën ton minimaliste, që është primitive, një figurë e cila nesër mund të paraqitet si sekretar shteti, ose mund të paraqitet si sekretar mbrojtje. Për të mos paragjykuar atë që është qasja primitive, në kanun njihen figurat e falësit të gjaqeve apo pajtuesve të fisëve. Askush nuk e ka paragjykuar atë që është pajtuesi i gjaqeve apo sepse shkonte te njëra palë tek ai që ishte vrasje apo tek ai që ishte i vrarë. Ai ishte në rolin e tij. Tjetër konsiderat që duhet për të si thush për të gjykuar negativisht apo pozitivisht figurën e Grenell është marrëveshja e Washingtonit. Marrëveshja e Washingtonit është një marrëveshje në të cilën parashikohej njohja reciproke.
ishte e parashikuar në nenin 10 të saj. Kush është ndjekës i vëmendshëm diplomacisë e di këtë se sa të alarmuarishin serbët që të nesërmen në zyrën ovale do t'i bëjë fakti kryer pranimi i njohjes reciproke të Kosovës. Diçka ka ndodhur atëre, por ama ajo marrëveshje duke llogaritur edhe njohje reciproke, e cila me gjas u shty për shkak të dikush do të thotë që Vučići ka qarë në zyrën ovale, dikush do të thotë që kanë lobuar, dikush do të thotë që është lobuar pranë Grenelit. Por ajo marrëveshje u shty pika e njohjes reciproke për të diskutuar një vit më pas. Kush e mban mend Neni që përfundoi shkruan atë marrëveshje është ai që Kosova një vit nuk do loboj për hyrjen në organizata ndërkombëtare, edhe ishte viti Covidit ku as nuk u zhvillua në samiti i OKB-s, dhe Serbia nuk do loboj për çnjohje. Pra ky ishte ndryshimi që u bën atë marrëveshje. Ajo marrëveshje ishte më e mira mundshme në ato kushtet në të cilat u negociuan midis Kosovës dhe Serbisë. Kështu që ajo është në një farë kuptimi vepra më e rëndësishme diplomatike e Grenelit. Mos përmendim këtu pastaj qëndrimet e tij mbrojtëse për Thaçin kundër gjykatës speciale etj që tregojnë që ai ka një afërsi dhe pikpyetja është, a është kjo afërsi e tij me Thaçin është një afërsi të cilën e ka dhe presidenti Trump? A është një afërsi e tij që mund t'i injektohet presidentit Trump? A mund sjellë kjo Çështja është, a është kjo një afërsi e cila mund të injektohet presidentit Trump, besoj? Jo, po dhe është afërsi e pretendume. E pretenduar? Po. Po pse pretenduar, sepse nuk njeh ndonjë fytyrë politike amerikani i cili ishte më i zëshëm kundër procesit? Edhe çka ka sjell fakti që ai ka qenë i zëshëm? A ka ndiku diçka në proces? Po si mund të ndikon? Ai flet për zhbërjen e gjykatës speciale, apo. Domethënë, hajtë po thojmë ndikimi i tij që ka shumë i madh në Trump, pse administrata Trump nuk ndikoi që procesi të përfundoj, apo, domethënë të ndërpritet. Domethënë ai flet gjithçka ndonjëherë. Për shembull, tash betejë e tij edhe kundër Vjosa Osmanit është kontradiktore në raport me promovimin e Vjosa Osmanit që i bën administrata Trump. Apo jo, Vjosa Osmani përfshihet në ngjarje të rëndësishme, ndërsa Grenell pak i çakurdum vazhdimisht, domethënë quhet edhe Sulman edhe Osmanin, dhe me thonë, duket që orientimi nuk është krejt i sakt edhe i qartë në raport me administratën amerikane. Tash, pse ai vepron ashtu? Dhe me thonë, sepse nuk besoj që është interesi administratës amerikane që të ketë armiqësi edhe me Vjosa Osmanin, apo ta ketë brenda administratës një person që nuk e ka të qartë politikën e jashtme sot. Apo, dhe me thonë, se duket që se ka të qartë. Mandej, interesat të Kosovës edhe Shqipërisë, për te i kësaj interesat të shqiptarëve, të Kosovës dhe Shqipërisë, janë me pas një stabilitet të marrëdhënieve. Apo, edhe jo një ditë një person i tillë do thotë me sulmu kryetaren e Kosovës që është ende kryetari i Kosovës, apo nesër një kryeminist tjetër të Kosovës, pa më parasysh, edhe me projektu aliancat e tij që i ka me kryetarin Thaçi në Hag, që mujt me folja janë apo nuk janë, apo me Berishën, apo me pjesën e kësaj kaste. Po mirë, kjo është hipotetike, zotëri. Hipotetike, sepse nuk e dim. Nuk e dim çka vit shërben. Ka vit shërben. Tash në anën tjetër. Po nuk e dim edhe se do të ndodhë ajo. Po që administrata amerikane edhe jo Grenell do mos. Sepse nuk besoj që ai mund të veproj në formë autonome në politikën amerikane. Nuk e dim. Nuk e dim, do me thonë... Pra, po është hipotetike kjo që thonë. Nuk besoj që posti i tij, do me thonë, shkrimi i tij në Twitter kundër Vjosa Osmanit ka qenë që me thonë, i miratum prej levave tjera të pushtetit atje. Kjo duket diskutabile. Çështja është kështu. Do të them të ju, zotëri Nazar, për shpejt. Çështja është kështu, për shembull, në këtë periudhë tranzitore, edhe me qitë në pyetje se edhe, kjo është pak arkaike, me thonë, falja gjaqeve, s'po e quaj primitive, po arkaike. Mirë, po është një person të tillë. Figurativisht. Jo, veç një sekond. Falja gjaqeve në Kosovë është nisë prej studentëve, është udhëheq prej Anton Qetës, një njeri tjetër lloji, apo që mund të pajtoj palë, që mund të gjej mundësi, njeri mençëm. Po kupton, i ditun, i mençëm, i ndershëm. Tash Grenell ka probleme të mëdha me çdo përfshirje që e ka pas. Suksesi i tij
vështirë që mund gjindet në çka do. Marrëveshja e Washingtonit është me rëndësi për ne. Po. Nuk është e parëndësishme. Po, sa i kontribuam në këtë moment më suksesit të ti me qasjen tonë, zotri Heta? Kjo në pyetje, atëherë ne që kemi faktor që është rëndësishëm, që kemi mujtë me kontribu se si perceptohet Grenell për administratës amerikane. Ne kemi faktor destabilizues të procesit. Jo, atëherë ai nuk qenë ka... Sepse ne jemi një prej akterëve në tavolinë, zotri Heta. Na po thojmë, na s'kemi ndikim. Sepse e kam një për... Kam shumë respekt për juve, por vetëm dua t'ju kuptoj më mirë. E kam një lloj përshtypje sikur ne do të e kemi fuqi, ju na shihni ne sikur e kemi fuqinë të bëjmë gjithçka që ne duam. Dhe jemi dëshira vetëm në tavolinë. Në anën tjetër ne kemi përballë një bashkëbisedues tjetër në tavolinë dhe një ndërmjetësues. Drejt e qartë, po tash a kemi ndikim na nuk kemi ndikim. Në faktor të ndryshëm në Washington, se po thu që kemi pas ndikim... Ne kemi ndikim në plombimin e krejt procesit, si që ka ndodhur deri tash, dhe nuk dihet se çfarë do ndodhë në të ardhmen, me pozicionimin tonë jo adekuat në raport me procesin. Është diçka tjetër, dhe me thonë, na kemi pas ndikim me u bloku procesi negociator, në Kosovë kjo është e qartë, na e kemi bloku, apo... Jo, nuk po them na, ne kemi mundur ta bllokojmë, tash nuk po hyjnë në detaje. Efektivisht e kemi bllokuar. Okej, pra, pas kemi qenë akter të fuqishëm brenda procesit. Po vish procesi është i joni, administrata amerikane nuk është zyrtarisht pjesë e procesit. Është i ndihmuar prej Bashkimit Evropian. Vish një gjë tjetër. Po, a kemi pas na ndikim që Grenell të mos zgjedhet sekretari i shtetit? Ai qesim pyetje, nuk besoj që kemi pas ndikim. Mirë po, unë besoj që vetë mënyra që është Grenell vepron do thot ka ndikim në pozitën që ai e ka. E qartë. Vetë ai që vepron, në raport me punën që e ka bëu këtu këtë një vit, 2 vite. Në atë qendër, se ai flet që kjo qendër do të shndrohet në një qendër për gjithë amerikanët. Nuk është shndruar në diçka të tillë. Ka rënë numri i vizitorëve. Nëse ju kujtohet në fillim të intervistës, thatë se Vretës është një qendër në proces nga vetë emrimi që ka ndodhur në faqen atje, dhe në qoftë se në proces drejt shkafit, drejt zhbërjes, jo drejt suksesit. Se kupton, një qendër që ka pas dukshmëri të madhe. Për shembull, shumica e ngjarjeve të shtëpisë bardhë kanë ndodhur në atë qendër. Do thotë janë promovu figura të ndryshme të kulturës, e ka pas një prominencë të jashtëzakonshme, edhe në kohë të administratës Obama, Biden, edhe poshtë mandej më vonë. Tash në çka është shndruar? O shëndru në një qendër të një grupit të caktum të person me një ideologi të caktume. Kjo ka qenë roli i tij. Ky rol, qysh mundet me u pa nëse vendoset në një pozitë tjetër. Se natyrisht që unë mendoj që na duhet me pas diplomaci të zhvillume, me i trajtu këto çështje seriozisht. Absolutisht. Mirë po, rreziku ekziston që, po e them prapë, të funksionojë siç e kanë në një drejtim apo tjetër, edhe mandej qysh na pozicionohemi, qysh është e mundur të pozicionohemi. Po, dhe pikërisht tek puna e Shekanit, do ta rikthej edhe një herë pyetjen të cilën e kisha zotri Nazarko, meqense zotri Janjić deklaroi këtu se është një non-paper i cili do ta detyrojë Serbinë dhe Kosovën ta njohë njëri tjetrin, a mund të jetë Shekani i këtij non-paperi pikërisht Grenell dhe të shndrohet në njeriu i cili e arrin marrëveshjen? Mund të jetë, pse jo, sepse unë nuk kam kompetencë për të folur për mënyrën si e kam menaxhuar ai qendrën Kennedy, por ama di këtë gjë që fuqia e Grenellit, e cila tregohet edhe nga fakti që ai ka lejuar vetes bëj Twitter që kanë qenë të ndryshëm nga qëndrimi zyrtar i presidencës apo i administratës amerikane ndaj Kosovës dhe ndaj Osmanit, tregon pikërisht fuqinë e tij. Pra vetëm ai mund t'ia lejonte vetes qëndrime të tilla kaq të ndryshme. Po nga buron fuqia e tij, buron nga fakti që Grenell ka qenë në rol fitues, në sukses absolut, në suksesin, në fitoren e Trumpit në shtetin e Michiganit dhe të Ohio's, ku ka patur qoftë komunitet shqiptar, votues shqiptar-amerikan, votues arab, dhe në rastin e Ohio's ka patur votues serb. Pra, është ky fakt që shpjegon është burimi i fuqisë së Grenellit. Fuqi e cila pastaj është konsoliduar nga afërsia e tij me Jared Kushner apo me djalin e Trumpit, me djalin e vogël të Trumpit etj. Pra, do duhet që ta vendosim kontekstin e duhur për ta kuptuar pse ai mund bëj Shekanin. Tani, kur vjen edhe diçka tjetër, kur unë përmenda pajtuesin e gjaqeve, shikoni se ç'a ndodh
në marrëdhëniet ndërkombëtare sot. Presidenti Trump, njëjtë siç paragjykojmë edhe Grenell për afërsi me Serbinë, është paragjykuar për afërsi me Rusinë. Mirë po, është ai presidenti i cili brenda pak muajsh ka çliruar Venezuelën nga ndikimi rus dhe kinez. Është duke çliruar eventualisht Kubën. Është duke çliruar ose ka çliruar Panaman nga ndikimi kinez. Është duke goditur Iranin. Kështu që duhet që të kuptojmë që politika nuk mund të interpretohet duke marrë konsiderat vetëm aspektet veçanta të saj. Po. Unë mendoj që Grenell ka potencialin për të marrë detyra të rëndësishme, nuk mund shtie fallë nëse kjo do të jetë detyra e sekretarit të shtetit, por ndoshta mund të jetë këshilltarit sigurisë kombëtare. Kjo është një detyrë cilën sot është duke mbajtur sekretari Rubio. Po. Ndërkohë që përgjithsisht në administratat edhe republikane dhe demokrate, këshilltari i sigurisë kombëtare ka qenë një figurë me autoritet të madh. Po. Kështu që unë pres që ai të marrë një detyrë të rëndësishme, a do të jetë kjo e ndërlidhur me Kosovën dhe me Serbinë? Unë di që ai nuk është shkarkuar, vazhdon ta ketë detyrën e të dërguarit special për misionet posaçme. Po. E qartë dhe për të thënë diçka tjetër. Shikoni, Kosova, ata që merren me politikë në Kosovë, nuk mund t'i lejojnë vetes që të shfaqen në kritika publike ndaj figurave të politikës amerikane, ndaj figurave të diplomacisë amerikane. E qartë. Mund të kthehet në një bumerang. Mund ta bëj këtë opinioni publik, po jo ata që janë gëbelsat apo mastermind. Kjo, për fat të mirë, zoti Kurti e ka kursyer veten, nuk është shfaqur me përjashtim të asaj intervistës si bride me ata komedianët rusë, po unë mendoj që nuk është mirë që të shfaqem, sepse nuk është problemi thjesht dhe vetëm se mund ndikojmë në atë që Grenell mund të kthehet në rolin e dërguarit special, por krijohet, nxitet frymë anti-amerikane. Po, e qartë sepse do doja të kaloj edhe tek një çështje në fund, me që zotëri Hetën e kam në studio, nuk do doja të më kalon te kjo pyetje. Zotëri Heta, jemi në një blokadë, po presim dekretin, po presim vendimin e gjykatës speciale, gjykatës kushtetuese kërkojnë ndjesë. Edhe gjykatës speciale. Edhe gjykatës speciale, mbase ky gjykatës speciale shpresoj të jetë pozitiv për ne. Por çështja është se e kishim komoditetin, duke marrë parasysh se në këtë moment e kishim një kanal lidhës me Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes zonës Osmani, e kishim komoditetin të vim në këtë situatë? Jo, kjo është për mu strategic delay, do me thonë vonesë strategjike, për arsye që nuk i dim gjithë, sepse rrethanat tilla kanë qenë që edhe kryetari Osmani ju ka ofru për vazhdim të bashkëpunimit Kurtit dhe vendosjes. Kurti ka vendos të marrë një drejtim tjetër. Ka me shku, nuk e dim, ende. Do thënë, është komoditet, po është edhe pasigurin, dhe një pasigurisë. Unë e kom pa pasigurin e ti, sidomos kur është intervenu në Venezuelë, edhe Kurti për herë të parë, si i vetë deklarum social-demokrat, e ka përkra intervenimin edhe ka përdor diskursin e njëjtë që ka përdor administrata Trump, që intervenimi është anti-drog, anti-diçka. Së është me rëndësi. Do më thënë, Kurti e ka bo kthesën në atë moment, do shta dhe prej rezikut për rreth, do më thonë. Reziku mundet me qenë edhe procesi për para nesh, eventual, sepse njohja edhe mund të vi, po me qëfar kosto. Se na dhe shpallin e pavarësi se kemi pagu me një kosto. Apo e kemi kosto e është në pakon e atisarit, është në kushtetutën e Kosovës, a mund të vi njohja me autonomi për Sërbët e Kosovës, autonomi edhe teritoriale, që gjindët edhe në marrëveshjen e Ohrit. Sa është ajo, kjo vonesa për një vjet e zbatimit të ligjit. Sa do tjetë efektive, po. Zbatimit të ligjit që Kurti e promovoj mas takimit me përfaqësuesin e BE-s, ligjit për të huajt, që i nje dokumentet e lëshume prej zyrës... Institucioneve paralele në vend. Institucioneve të Sërbis, jo paralele, institucioneve të Sërbis në Kosovë. Në të cilat shumë Kosova i metohia? Këto e institucioneve të Sërbis, lënë të kuptoj, s'paku për mu, që është një proces ma i madhë. Edhe kjo vones ka të bëj me gjas edhe me këtë proces, tash
Pa mund të zhbëj këtë proces vonesa, këtë është çështja. Kjo është shpresa, ndoshta e disave, mund të jetë edhe e kryeministit Kurti. Tash, procesi sa do të lëvizë dhe sa është interesante kjo mos koordinimi i Grenell me pjesën tjetër të administratës. Se në fund, administrata Trump ka qenë krejtësisht e përfshim në gjykimin në Hag, duke i leju dëshmit edhe të Rubin, edhe të Clark, edhe të tjerë, ose edhe duke i mbikëqyrë. Se unë mendoj prapë që është interes edhe i Kosovës edhe Amerikanë që të ketë institucione stabile në Kosovë, eventualisht përfshirja e kryetarës Osmani në proces zgjedhor, ka gjas me ndru balancën jashtëzakonisht. Ka gjasa në Ka gjasa jashtëzakonisht, nëse veç i kthehemi viti 2019, kur për herë të parë Vjosa Osmani me Albi Kurti ka qenë në përballje, jo binam për përballje, dallimi në votë mes të tyre ka qenë vetëm 1%. Rrethana të tjera, Kurti nuk ka qenë në qeveri asnjëherë, nuk e ka pas këtë mundësi mi kontrollu fondet publike dhe gjitha tjera, të KQZ-në, s'po di çka. Mirë po, ka gjatë që është edhe investim amerikan që Vjosa Osmani të jetë ende faktor politik në Kosovë, apo nesër në një rol tjetër, edhe këtu unë e shoh Grenellin si të hutum në një farë forme, edhe pa një angazhim serioz. Pa një angazhim serioz, se ti dush me u tregu si lojtar serioz në proceset që janë më të mëdha që te i kalojnë egot e tua. Kupton? Edhe kjo është, e tash, pa qeni suksesshëm në diçka, qysh mundet me të promovu dikush nesër. Nëse ka qenë interesi administratës amerikane me qenë të pasuksesshëm në rastin e angazhimit të tij të deritanishëm, kjo është tregim tjetër. Po natyrisht që krejt opcionet janë ende në tavolinë, edhe për angazhimin e tij. E qartë, zotëri Nazarko, e pam pjesëmarrjen në bordin e paqes, e pam afrimitetin që tregoi Donald Trump dhe besoj që për simbolikën pastaj mund të flisnim edhe në ndonjë emision tjetër zotëri Heta, sidomos me ju, po gjithashtu me zotërin Nazarkon. A si e mendoni, kishim komoditetin shtetëror që ta bënim vendin në këtë situatë, duke marrë parasysh se duke konsoliduar një raport i zonjës Osmani me administratën Trump? Nëse më lejon për shkak se ti më fton për temat më dha për ndaj kohë shumë shkurtër, vetëm dy konsiderata. E para, kolegu Heta i tha diçka në lidhje me atë që Grenell nuk bëri asgjë për gjykatën speciale, por vetëm fjalë. Mund të jetë e vërtet, por është paqe e vërtet se Grenell me gjas e ka inkurajuar atë që Kosova vetë, Parlamenti Kosovës vetë, të ndërmerrte iniciativa kushtetuese ligjore të cilat ose do ta zhbënin gjykatën speciale, ose do të korrigjonin ta zëm të drejtën e faljes apo uljes së dënimeve, duke e marrë atë si kompetencë vetë. Pra, topi ishte në duart e politikës kosovare për ta rishikuar dhe është ende. Madje mendoj që edhe Rama në vizitën e tij në dhjetor 2024 ka nxitur pikërisht këtë, një bashkëpunim të PDK-s me vetëvendosjen për të shkuar tek korrigjimi eventual i misionit të gjykatës speciale. Së dyti, në lidhje me fuqinë e Grenellit, unë duhet besoj, po këtu ne thjesht vetëm jemi vëzhgues periferik pa kur fare ndikimi, që pozita e Grenellit në këtë administrat, deri më tani, ka qenë kushtëzuar nga fakti që lobi Rubio, shef e kabinetit Wills, ka qenë më i fuqishëm se sa i lobit ti, apo grupit ti me djalin e Trumpit, apo me dikë tjetër. Por kjo, pikërisht ky gest që pam, promovimi i tij, ndërsa ishte Suzy Wills, shef e kabinetit, heroina, legendarja, luftarja, tjera, tregon që Trumpi është duke rikonsideruar promovimin e tij. Ndërkohë, kthehem tek pyetja që ju më bët. Unë mendoj që Kosova nuk e ka luksin që një figurë si ajo e Osmanit, e cila e çau izolimin ndërkombëtar të Kosovës, qoftë me Bashkimin Evropian, qoftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke vendosur kontakt të tillë të privilegjuar me administratën Trump, me Trumpin vetë, me sekretarin Rubio, kam përshtypjen që ajo është e ftuar në këtë muaj, pra në mars, që takohet sërish me sekretarin Rubio, po kjo është diçka që ju duhet ta verifikoni. Pra Kosova nuk e ka luksin që ta nxjerrë jashtë skenës institucionale
apo politike një figurë të tillë. Me gjithë kritikat që unë kam patur ndaj saj, me gjithë kritikat që ka Grenelli ndaj saj, ajo sot është e vetmja urë institucionale që ka Kosova me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht, do duhet të them, edhe me këtë e mbyll që të mos ngjaj si kritik i pa korrigjueshëm. Zoti Kurti me veprimin e fundit që marrëveshjen e fundit me Sorensenin në lidhje me dokumentat e serbe, unë mendoj që ka bërë një gest pragmatik, një gest i cili është korrekt dhe që tregon faktin, tregon atë që unë kisha parashikuar se ai në këtë mandat do të ishte një njerëz shumë i arsyeshëm. Po, e kishit thënë edhe këtu. Është një mirë se Kurti në këtë mandat do të jetë dikush që do të bashkëpunojë me ndërkombëtarët, do të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është gjë e arsyeshme. Ajo që unë kam vërejtje është që Kurti mundet dhe këtu do të kishin rrahur dhe kritikat e opozitës PDK-s apo LDK-s ndaj Kurtit në lidhje me çështjen e dokumentave serbe, Kurti mund të kishte kërkuar reciprocitet në lidhje me shqiptarët e Luginës Preshenës, të cilës vuajnë nga dukuria e pasivizimit. Pra, duke i dhënë dokumenta një vjeçare, të cilit i trajtoj si të huaj 10.000 serb, të cilët kanë dokumentat përkohshme të këtyre institucioneve të Serbisë në Kosovë, ai ka bërë veprimin e dur, po i trajton si të huaj. Por ama i duhet kishte kërkuar që Serbia të ndërmarrë diçka për të bllokuar procesin e pasivizimit. E qartë, zotëri Nazarko, kënaqësi t'ju kishim Kosova Today. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit dhe juve. Zotërita, faleminderit që ishit me ne. Kënaqësi mi pas në studio, nga afër me diskutuar çështjet, shpresoj që do të shihemi në të ardhmen. Faleminderit shumë. Atëherë me që këtu mbyllim këtë blog, shkëputim me publicitet dhe rikthehemi flasim për diçka krejt tjetër në vazhdim.